8 shenja që dikush është xheloz për ty. A ke ndjerë ndonjëherë se sa herë arri një sukses? Dikush pranë teje nuk duket as pak i lumtur. Ndoshta buzëqesh, të uron, por diçka në sjelljen e tij të bën të ndihesh në siklet. E vërteta është se xhelozia rrallë shfaqet hapur. Shumica e njerëzve nuk do ta pranojnë kurrë se ndihen të kërcënuar nga suksesi, pamja apo lumturia jote. Në vend të kësaj, ata e fshehin pas komplimenteve të rreme, kritikave të vazhdueshme ose një indiferencë që duket e çuditshme. Psikologët shpjegojnë se xhelozia lind kur dikush e krahason vazhdimisht veten me të tjerët dhe ndjen se nuk po arrin të njëjtat rezultate. Kjo nuk do të thotë se çdo kritik apo çdo person i rezervuar është automatikisht xheloz. Por kur disa sjellje përsëriten vazhdimisht, ato mund të tregojnë se dikush nuk e përjeton mirë suksesin tënd. Në këtë video do të zbulojmë 8 shenja që mund të tregojnë se dikush është xheloz për ty. Disa prej tyre janë aq të fshehta, sa shumica e njerëzve nuk i vën re deri shumë vonë. Sigurohu ta shikosh videon deri në fund, sepse shenja e fundit është një nga më të zakonshmet dhe shpesh ngatërohet me miqësinë. Le të fillojmë. Shenja R1 dhe R2. Shenja R1. Nuk gëzohen kurrë sinqerisht për suksesin tënd. Një nga treguesit më të fortë të xhelozisë është mënyra se si dikush reagon kur t'i arrin diçka të mirë. Kur një mik, koleg apo familjar është vërtet i lumtur për ty, kjo ndihet. Ai të përgëzon, të bën pyetje, interesohet për arritjen tënde dhe ndan entuziazmin me ty. Por një person xheloz shpesh reagon ndryshe. Imagjino se i tregon dikujt se ke marrë një promovim në punë, ke hapur një biznes ose ke arritur një objektiv të rëndësishëm. Në vend që të përqafoj me fjalë pozitive, ai përgjigjet me një mirë, të ftohtë, ndryshon me njëherë temën ose përpiqet ta minimizoj suksesin tënd. Mund të dëgjosh komente si: patjetër që pate fat. Nuk është ndonjë gjë e madhe. Sot të gjithë e bëjnë këtë. Në pamje të parë këto fjali mund të duken të pafajshme, por nëse përsëriten sa herë që t'i arrin diçka, ato mund të tregojnë se personi nuk ndihet mirë me suksesin tënd. Psikologët e shpjegojnë këtë me teorinë e krahasimit social. Kur dikush e madh vazhdimisht vlerën e vet duke u krahasuar me të tjerët, suksesi yt mund t'i kujtojë gjërat që ai mendon se nuk i ka arritur ende. Në vend që të frymëzohet, ai ndihet i kërcënuar. Ka edhe një shenjë tjetër interesante. Personi xheloz shpesh nuk mungon në momentet e tua të vështira. Përkundrazi, ai mund të jetë shumë pranë teje kur ke probleme. Por sapo gjërat fillojnë të ecin mirë, ai bëhet i ftohtë, i largët ose indiferent. Kjo ndodh sepse disa njerëz ndihen më rehat kur janë në një pozitë më të mirë se të tjerët. Kur ti fillon të ecësh përpara, ekuilibri që kishin krijuar në mendjen e tyre prishet. Prandaj, mos gjyko vetëm nga fjalët. Shiko emocionet që shfaqen në fytyrë, tonin e zërit dhe mënyrën se si ndryshon sjellja e tyre sa herë që t'i arrin një sukses. Shenja R2 të kritikojnë vazhdimisht, edhe kur nuk ka arsye. Kritika është normale. Askush nuk është i përsosur dhe ndonjëherë një këshill e sinqert mund të na ndihmojë të përmirësohemi. Por ekziston një ndryshim i madh mes kritikës konstruktive dhe kritikës që buron nga xhelozia. Një person xheloz rrallë e pranon hapur që ndihet i kërcënuar. Në vend të kësaj, ai përpiqet të ulë vetbesimin tënd. Sa herë që ti bën diçka të mirë, ai gjen një detaj për ta kritikuar. Nëse blen një makinë të re, ai thot se ke zgjedhur modelin e gabuar. Nëse humbet peshë, ai të thot se dukesh shumë i dobët. Nëse vishesh bukur, ai gjen një tëmet tek rrobat e tua. Nëse arrin sukses në punë, ai thot se dikush tjetër e meritonte më shumë. Qëllimi nuk është të të ndihmojë. Qëllimi është të zbeh ndjenjen e kënaqësisë që ti ke për arritjet e tua. Me kalimin e kohës, këto komente mund të ndikojnë edhe në mënyrën si e sheh veten. Prandaj është e rëndësishme të pyesësh veten: a më ndihmon kjo kritik të përmirësohem, apo thjesht më bën të ndihem keq? Nëse përgjigjja është gjithmonë e dyta, atëherë ka shumë mundësi që problemi të mos jetë tek ti, por tek emocionet e personit tjetër. Shenja R3 dhe R4. Shenja R3 të imitojnë vazhdimisht. Në pamje të parë, imitimi mund të duket si një kompliment. Në fund të fundit,
Njerëzit shpesh frymëzohen nga ata që admirojnë. Por kur dikush fillon të kopjojë pothuajse çdo gjë që bën ti, situata mund të jetë më komplekse. Një person që ndjen xhelozi mund të përpiqet të zvogëlojë dallimet mes jush. Nëse ti blen një stil të ri veshjeje, pas pak kohe ai shfaqet me një pamje pothuajse identike. Nëse nis një aktivitet të ri, ai bën të njëjtën gjë. Nëse ndryshon mënyrën si flet, poston apo prezanton veten, ai fillon ta kopjojë edhe këtë. Sigurisht, nuk duhet të nxjerrësh përfundime të menjëhershme. Njerëzit mund të ndikohen nga njëri tjetri pa ndonjë qëllim të keq. Por kur imitimi bëhet i vazhdueshëm dhe shoqërohet me sjellje të tjera negative, ai mund të jetë një shenjë se personi nuk ndihet i sigurt për identitetin e tij. Psikologjia e shpjegon këtë me faktin se disa individ, në vend që të ndërtojnë vetbesimin e tyre, përpiqen të marrin tipare që admirojnë tek të tjerët. Problemi lind kur, njëkohësisht, ata nuk e durojnë dot faktin që ti vazhdon të jesh një hap përpara. Madje, ka raste kur personi jo vetëm të imiton, por përpiqet të bindë të tjerët se ideja ishte e tij. Ai mund të minimizojë faktin që ti e ke bërë i pari dhe të kërkojë vëmendjen për veten. Nëse e vëren këtë sjellje her pas here, nuk është domosdoshmërisht problem. Por nëse përsëritet vazhdimisht dhe shoqërohet me kritika apo konkurrencë të panevojshme, mund të jetë një tregues i xhelozisë. Shenja e 4. Zhduken kur ke nevojë për ta. Një mik i vërtet nuk është pranë vetëm në ditët e bukura. Ai përpiqet të jetë aty edhe në momentet e rëndësishme të jetës tënde. Por një person xheloz shpesh sillet ndryshe. Kur organizon një festë për një arritje, fiton një çmim, diplomohesh, martohesh ose arrin një sukses të madh, ai papritur ka gjithmonë një arsye pse nuk mund të vi. Mund të dëgjosh justifikime si: kam qenë shumë i zënë, e harrova, nuk munda të gjeja kohë. Një herë mund të jetë rastësi, 2 herë gjithashtu. Por kur kjo bëhet një model sjelljeje, ia vlen të reflektosh. Arsyeja është se për disa njerëz është emocionalisht e vështirë të shohin dikë tjetër duke marrë vëmendje, vlerësim apo duartrokitje. Në vend që ta përballojnë atë ndjenje, ata zgjedhin të mos jenë fare të pranishëm. Paradoksi është se të njëjtët njerëz mund të shfaqen menjëherë kur ti kalon një periudhë të vështirë. Ata mund të telefonojnë, të interesohen apo të jenë shumë aktiv në jetën tënde. Kjo nuk ndodh gjithmonë sepse janë keqdashës, por sepse në ato momente nuk ndihen të kërcënuar nga suksesi yt. Prandaj, mos vlerëso vetëm ata që të qëndrojnë pranë kur ke probleme. Vlerëso edhe ata që festojnë me zemër arritjet e tua. Pikërisht aty dallohen miqtë e vërtet nga ata që fshehin xhelozin pas një buzëqeshjeje. Shenja e 5 dhe e 6. Shenja e 5. Përhapin thashetheme ose nënkuptime për ty. Një nga mënyrat më të zakonshme se si shfaqet xhelozia nuk është përballë teje, por pas shpine. Njerëzit që ndihen të kërcënuar nga suksesi, populariteti apo aftësitë e tua, ndonjëherë përpiqen të ndryshojnë mënyrën se si të tjerët të shohin. Ata nuk të sulmojnë drejt për drejt. Në vend të kësaj, hedhin dyshime të vogla që mund të ndikojnë në reputacionin tënd. Mund të thonë gjëra si: po, ka pasur sukses, por nuk e di si e ka arritur. Ndoshta ka pasur ndihmë. Mos beso gjithçka që shikon. Në pamje të parë, këto fjali duken të pafajshme, por ato kanë një efekt të fuqishëm, sepse mbjellin dyshime tek njerëzit e tjerë pa pasur nevojë për prova. Kjo është arsyeja pse thashethemet janë kaq të rrezikshme. Ato nuk ndërtohen mbi fakte, por mbi nënkuptime. Psikologët shpjegojnë se disa individ përdorin këtë strategji për të mbrojtur egon e tyre. Nëse nuk mund të arrijnë nivelin e dikujt tjetër, përpiqen të ulin imazhin e tij në sytë e të tjerëve. Është interesante se këta persona rrallë flasin negativisht kur je i pranishëm. Ata zgjedhin momentet kur nuk je aty për të mbrojtur ose për të sqaruar situatën. Nëse dëgjon vazhdimisht se dikush ka përhapur histori të pasakta për ty, mos reago menjëherë me zemërim. Në shumë raste, qetësia, sjellja korrekte dhe vazhdimësia në veprimet e tua janë përgjigja më e fortë. Reputacioni ndërtohet me kohë, ndërsa thashethemet zakonisht humbin forcën kur nuk mbështeten nga realiteti. Shenja e 6 e kthejnë çdo bisedë në një garë.
Ke vënë re ndonjëherë njerëz që nuk mund të dëgjojnë një lajm të mirë nga ti pa treguar me njëherë diçka më të madhe për veten. Ti I thua se ke përfunduar një projekt të rëndësishëm. Ata përgjigjen: edhe unë kam bërë diçka edhe më të madhe. Ti tregon se ke udhëtuar në një vend të bukur. Ata fillojnë të flasin për 5 vende që kanë vizituar. Ti flet për një arritje personale. Ata e ndërpresin bisedën për të treguar suksesin e tyre. Një konkurrencë e shëndetshme mund të jetë motivuese. Por kur dikush nuk arrin kur të gëzohet për momentin tënd dhe zhvendos gjithmonë vëmendjen tek vetja, kjo mund të tregojë pasiguri të brendshme. Për një person xheloz, çdo sukses I yti shihet si një krahasim. Ai mendon se nëse ti dukesh mirë, ai automatikisht duket më keq. Prandaj përpiqet të rikthej balancën duke treguar se është më I mirë, më I suksesshëm ose më me përvojë. Me kalimin e kohës, këto biseda bëhen të lodhshme. Ti ndjen se nuk ke hapësirë të ndash gëzimet e tua, sepse çdo moment kthehet në një konkurs. Miqtë e vërtet nuk e shohin jetën si garë. Ata janë në gjendje të festojnë suksesin tënd pa ndjer nevojën të provojnë se janë më lart. Shenja e rreshtat dhe e retet. Shenja e rreshtat të bëjnë komplimente që në të vërtet janë ofendime. Jo çdo kompliment është I sinqert. Ndonjëherë, një person xheloz nuk të kritikon hapur, sepse nuk dëshiron të duket negativ. Në vend të kësaj, ai përdor atë që psikologët e quajnë kompliment me 2 kuptime, një fjali që tingëllon pozitive në fillim, por përfundon duke të ulur. Mund të dëgjosh komente si: nuk e prisja kurrë që ti ta arrije këtë. Për diksi ti, qenka shumë mirë. Sa bukur pas ke dalë sot, zakonisht nuk dukesh kështu. Ke humbur pesh. Më në fund. Në pamje të parë, këto duken si komplimente. Por nëse I dëgjon me kujdes, ato përmbajnë një thumbim që të bën të ndihesh në siklet. Kjo është një mënyrë e fshehtë për të ruajtur një ndjenje e përsie. Personi dëshiron të duket I sjellshëm para të tjerëve, por njëkohësisht të ul vetbesimin tënd. Një tjetër shenjë është se komplimentet e tij rrallë janë të drejtpërdrejta. Ai pothuajse gjithmonë shton një por. Je shumë I zgjuar, por ke bërë punë të mirë, por po dukesh mirë, por ky por është ai që ndryshon të gjithë kuptimin e fjalisë. Njerëzit që të vlerësojnë sinqerisht nuk ndjejnë nevojën të zbehin çdo fjalë pozitive me një kritik të fshehur. Shenja e retet. Ata gëzohen kur ti dështon. Kjo është ndoshta shenja më e fortë dhe më e dhimbshme. Një person që është vërtet në anën tënde mund të mërzitet kur ti kalon një periudhë të vështirë. Edhe nëse nuk mund të ndihmojë, ai shpreson që gjërat të përmirësohen. Por një person xheloz shpesh reagon ndryshe. Ai mund të mos qesh hapur me dështimin tënd, por vëren një ndryshim në sjelljen e tij. Papritur bëhet më I afërt, më I qetë, madje edhe më I lumtur. Mund të thotë: e dija që kjo do të ndodhte. Ta pata thënë. Ndoshta ishte më mirë kështu. Ose mund të tregoj një interes të pazakont për problemet e tua, duke bërë shumë pyetje, jo për të ndihmuar, por për të mësuar më shumë rreth dështimit. Në disa raste, ai madje ua tregon të tjerëve gabimet e tua me një lloj kënaqësie të fshehur. Kjo ndodh sepse dështimi yt e bën të ndihet më mirë me veten. Në mendjen e tij, krahasimi kthehet përsëri në favorin e tij. Fatmirësisht, kjo sjellje nuk është e zakonshme tek njerëzit që kanë vetbesim të shëndetshëm. Ata nuk kanë nevojë që dikush tjetër të bjerë, që të ndihen më mirë për veten. Prandaj, një nga mënyrat më të mira për të kuptuar se kush e do me të vërtet të mirën tënde është të vëzhgosh reagimin e njerëzve në 2 momente. Kur ti fiton dhe kur ti humbet. Ata që janë pranë teje në të dyja rastet, pa zili, pa krahasime dhe pa gjykime, janë njerëzit që ja vlen ti mbash afër. Në fund, është rëndësishme të kujtojmë se këto shenja nuk janë prova absolute. Një sjellje e vetme nuk do të thotë domosdoshmërisht se dikush është xheloz. Njerëzit mund të kenë ditë të vështira, pasiguri ose arsye të tjera për mënyrën si sillen. Por kur disa nga këto shenja përsëriten vazhdimisht dhe shfaqen në situata të ndryshme, ato mund të tregojnë se personi po lufton me ndjenja xhelozie. Prandaj, fokuso energjinë tek njerëzit që të mbështesin, festojnë sukseset e tua dhe të ngren lart edhe kur kalon sfida.
Këta janë njerëzit që e pasurojnë jetën tënde dhe të ndihmojnë të ecësh përpara. Nëse të pëlqeu kjo video, mos haro ta pëlqesh, ta shpërndash me miqt dhe ta abonohesh për më shumë tema mbi psikologjinë, marrëdhëniet dhe zhvillimin personal.